realisht është kjo pjesë versioni i parë, që domethënë ju dha mundësia edhe mos guzimi i krijimit të qeverisë nga partitë ish opozitare, qytetarët e ndëshkuan me votën që sot e marrën rezultatin. Nëse ti nuk ke guzim me ato pak numra, ose me ato numra që i ke, me kriju një qeveri, kjo tregon që qytetarët nuk kanë më besim aty që nesër keme qenën ai engjulli mbrojtës i qytetarëve çka do që kanë nevojë me qenë afër atij subjekti politik. E para, edhe e dyta është që reformat nuk i kanë kryer brenda subjektit vet. Qytetarët gjatë kanë pritën edhe gjatë kanë votu për subjektet s'po them të vjetra, po që kanë qeverisë Kosovën, sepse domthon gjithaj militantizëm, gjithaj përkraje nuk e kanë marrë shpërblimin sa kanë dhënën për këto subjekte politike. Domthon janë të zhgënjur